Vëllezër dhe motra, le të bëjmë një lutje, një fatja për të gjithë ata që shërbyen këtu në këtë teqe, që nga Baba Rexhepi, e gjithë bashkëdhetarët tanë, e gjithë prindrit tuaj, që hoqën nga goja e tyre, që ky institucion të jetë sot dhe ne të mblidhemi me njëri tjetrin me fëmijët tanë. Le të lutemi Madhit Zot të mëshirojë ata dhe të na bekojë neve me mirësi në familjet tona, dhe të bashkohemi dhe të kemi njëri tjetrin në këtë tokë të bekuar. Ky Madhi Zot na bashkojë të gjithëve si bashkëdhetar të një feje. Zoti ju bekoj gjithë juve, familjet tuaja, të gjithë shqiptarët kudo që janë në mërgat dhe në atë tonë. Zoti ju bekoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë vend që me kaq buljari na ka hapur dyrë dhe na ka dhënë mundësinë që neve të praktikojmë fenë, traditën dhe kulturën tonë të lirë. Bekur qoftë kjo ditë për të gjithë neve, për të gjithë familjet tona. Lutem Madhi Zot të mëshirojë të gjithë të afërmit tanë të shpuan, i bekojë pasardhësit tanë me mirësi dhe gati, për shpirtin e gjithë të larguarve. Një fatja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Zoti ju bekoj të gjithëve, qofshim e gati mirësi familjet tuaja. Zoti ju shëndet dhe të japim pak mundësi nguzhinës që shtrojë të ardhmë, pastaj jemi të lirë. Faleminderit. Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, natyrisht në këtë festë të bekuar, ne do t'i marrim edhe një urim kryetarit të Këshillit të Teqes, Zotit Mynir Nazifi. Zoti Mynir, çfarë i uroni besimtarëve në këtë ditë të bekuar? Kjo është një ditë e bekuar, siç e kemi thënë edhe më parë, Zoti e ka provuar profit Ibrahimin. I ka thënë sa më do, a i thoshte gjojë të dua pa kushte, edhe a i tha, në rast se ti më do pa kushte, unë dua dhe të t'jap një provë, i tha ta marrësh djalin tënd e ta sakrifosh për Zotin, edhe a i ja shpjegovi djalit edhe i tha, shu është puna. E djali tha që ti e thua e që mbaruar. Shkojnë në vendin ku e kishte caktuar, atje i del një dash, edhe një zë. Edhe profeti Ibrahim i thotë, ti thotë, e plotësove dëshirën tënde, sa më së tepërt mi, se ti po e sakrifon djalin për Zotin. O thotë, s'ka nevojë ta bësh atë, bëhe kurban dashit, edhe ka atë një neve e kemi feshtuar këtë ditë, jo Bektashin të, po të gjithë muslimanët kurdo që janë. Muslimanët e kanë ditën e Bajramit një ditë. Neve Bektashin e kemi çdo ditë. Këto mësime na i kanë dhënë neve që në fillim neve të sakrificojmë gjëra të vogla e të mëdha, po në fund çdo gjë na pranohet në Zoti, edhe Zoti na shpërblen. Prandaj unë lutem të gjithë bektashanëve që janë këtu, që ka ecë Baba Rexhepi ka bërë sakrifica të mëdha. Jo vetëm Baba Rexhepi, po edhe Baba Bajrami, Baba Arshiu, Dervish Lutfua, po ashtu edhe Baba Elitoni tani me vjete që sakrificojnë jetën e tyre. Ata janë të martuar me fenë, ata janë të martuar me teqenë. Andaj neve duhet të gjithve të themi, derojeni, suportojeni babane dhe teqenën. Se një sakrificë e vogël sot, do t'jetë shumë e rëndësishme për generatat të ardhshme. Prandaj, kjo ditë është dita që provohet, prandaj thonë Kurban Bajram. Edhe unë
edhe njerë u auroj të gjithve këto që janë ditën e Kurban Bajramit, Zoti t'u këndërmet, t'u jap gjo të mira, t'u ruaj nga gjo e ligra. Edhe familje së Villa, i faleminderoj tepër që na ka ardhur televizori tyre që kemi në deskripcion çdo herë, edhe si ty kamermen e të gjithë njerëzve ka u faleminderojmë tepër se juve keni bërë sakrificë, ajo është. Edhe sakrifica me vogël, ajo është shumë e madhe. Prandaj edhe njerë, gëzuar do të mirë, hyrazer, gëzuar kjo ditë, kjo të mira. Të dashur teleshikues, komuniteti shqiptar ka nevojë për politikan shqiptar. E ku ka më mirë se politikan të rinj, njerëz të tillë si zoti Robert, i cili vjen në çdo ambient ku janë shqiptarët, në gëzimet, festat e tyre për të qenë tokë me ta, për të bërë përfaqësuesi tyre. Robert, ju jeni i besimit katolik, keni qenë në kishë. A kanë shqiptarët ndryshim në gëzime? Well, first, Raphael, faleminderit. Gëzuar festen për Hajt Bajramin. It's a pleasure to be here. It's a beautiful community. I want to thank Baba for inviting me. And it's a beautiful facility. It's my first time here. And Baba asked me to address the crowd. And I pretty much told the community that, hey, regardless of our faith, we all share the same morals and values. And at the end of the day, we all have Albanian blood flowing through our veins. So nobody's going to take care of us like each other, Raphael. Yeah, that's very important. That's why the Don Francada is here. All the Albanians of different religions are together in every event like this. In the takim sikur. Çfarë do t'i uronit besimtarëve në këtë rast? Yeah, so like you said, Father Fred's in attendance. We came and Albanians have respect like nobody. So no matter where you come from, Kosovo, Malsod, Shqipni, we always open the door. They've been very hospitable. And we didn't come here for politics. We came here because we want to have respect and burni for Shqiptar and always put Albanian and Albanian values and Albanian voices first. And that's why we're here, Raphael, and that's why you're here too. Të dashur teleshikues të televizionit shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu Don Fredin, ka ardhur në këtë festë të bashkëtetarëve tanë musliman Bektashin për të uruar festën e Bajramit. Don Fredi ka një pyetje të veçantë. A ndryshojnë shqiptarët e besimeve të ndryshme kur festojnë? Ashtë një knatësi për mu që kam pjesë të kja festë. E kam një këta vlasdit e musliman e kanë festu e Kurban Bajramin atje në përmjet Boeingut, në Balësi, Kosovë, në Shqipni, në Shkoder, janë apëtar Shqipnin, edhe unë të teqja, a një neri mau. Ju e dini se na kena lidhje shumë të forta, e sidomos për prej Baba Recepit, por teqja ka kanë gjithmonë ka ideal, i kisë tonë. Baba Recepja kanë inspiru si, i dëmë preks, aj që ka një mu komunitetin tonë me nërtu kishën, ka marrë parët madhe edhe i ka një mu vlasnit tonë, edhe kena ma, edhe gjakut, po kena edhe, si tojnë malësort, me kanë jaldasha, shok po jaldash, edhe ashtë për vërtet, me pa këtë atmosferë të bukur, mi pa tanë vlasnit tonë, gjithmonë e zotë gëzoshin e në fest, tanë bashkime, ashtë i fest, që na përket edhe ne kristianve. Sepse babaj gjithëve. Bravo, është babaj gjithëve. Ka kalu proven, të ba kurban djalin e vetë, po i kalon Zoti dashin, për me u ba më radhja të sa historie bukur, që shkon e gjenerat mas gjenerat, e të bërës mas bërët, që na diftojnë se kena të njëjtën rajë, ka na fetare, pa ja marën si shme kena gjapër. Mu gjithmonë e meta ja, është shikjoni në të kuptimin, nuk du me thënë kuptimin që nuk është po shpetar, por teja shqiptarit a shqiptaria, atë janë kena dhe anë tjera. Don Fredi, ju faleminderit. Ju faleminderit që gjënshojmë kërërët fetar, gjithmonë bashkë të gëzimet të gjithë shqiptarë. Vese Baba Eli dhe unë ja i mrekullushe, me të tanë drejten. Nuk mund është pas peda, është i njëri atë shtë mirë, atë shtë respektushem, atë shtë anë është.
A knatësi me kanë me të, me pas pike shumë. Të dashur teleshikues, kemi këtu babajnë e të qes, Elidon Pashaj. Baba, urime për këtë fest, urime për këtë atmosferë të bukur, të duket edhe në kërcimet e besimtarve në gëzimin e kësaj feste të Kurban Bajramit. Faleminderit Alptv-s që jeni sot këtu, si gjithmonë në shërbim të dëgjet bektakiane dhe të komunitetit shqiptar që transmetoni çdo event. Për sa i përket festës së Kurban Bajramit, kjo është vërtet një gëzim, sepse gëzohet zemra e besimtarve, pasi siç e dim vjen me njëherë mbas vizitës që bëhet në Qabe dhe përfundimit të haxhit, pra njerëzit fillojnë të shikojnë realitetin e botës me një shpirt të pastruar pas shumë lutjeve që kanë bërë në vendin e shenjtë, por njëkohësisht është edhe dëshmia asaj që vetë profeti Ibrahim bëri me Zotin një premtim që ishte ndërmjet tij dhe Zotit, por që të gjithë neve duhet kemi një premtim e veten tonë, ta mbajmë atë premtimin. Pra Ibrahimi pa e ditur askush mund ta ndronte atë premtimin. Por kur i erdhi urdhri i Zotit, atë që kishte premtuar nuk lëvizi nga premtimi i tij. Prandaj gjithë neve nuk duhet të lëvizim nga premtimi, nga qëllimi që kemi në këtë jetë, që kemi nisur të bëjmë dhe që do të bëjmë. Besoj dhe kjo pamje sallës, gëzimi besimtarve e shpreh më së miri qëllimin dhe e arsyen se ata janë këtu. Edhe faktin që ata e mbështesin të qenë tuaj në çdo hap, dhe jo vetëm në gëzimin e përbashkët, por edhe në probleme, zgjidhjen e problemeve të komunitetit. Është e vërtet. Për kaq që të gjithë besimtarët asnjëherë nuk kanë munguar në çdo event dhe unë nëpërmjet kanalit tuaj dua t'i falenderoj të gjithë ata që janë këtu dhe të gjithë ata në pamundësi për të qenë prezent, në veçanti besimtarët që kanë ardhur nga Ohio, të cilët kanë ardhur nga një pjesë nga Wisconsin, nga Chicago dhe përfaqësues të Kanadas që janë këtu sot. Unë dua t'i falenderoj të gjithë nëpërmjet kanalit tuaj. Ju faleminderit dhe juve dhe gëzuar për shumë vjet, gëzuar gjithë besimtarëve. Faleminderit Alptv-s për kontributin, për punën që bëni. Faleminderit juve Rafael, sepse dhe juve keni një kohë të gjatë që transmetoni të gjitha eventet e Qes Bektashiane. Sot është ditë e bekuar, është dita e Bajramit. Çfarë do t'i uroni gjithë besimtarëve musliman? Shëndet dhe mbarësi në çdo familje shqiptare. Dhe nuk ka rëndësi është musliman, boll të jetë shqiptar dhe urimi është brenda. Faleminderit për intervistën tuaj. E pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kjo festë Bajrami, kjo festë e bekuar, sikurse e shihni vetë, u mbyll me këngë me valle, me gëzimin e të gjithë të pranishmëve në këtë festë të bekuar, të cilët kremtojnë, festojnë së bashku me njëri tjetrin dhe ne po ndajemi këtu me urimin gëzuar Bajramin dhe do takohemi edhe në evente të tjera. Miru takosh!